kundër raportit të Bashkimit Evropian. Për arsye se ju jeni ata të cilët nuk keni përkrah protestat studentore dhe të cilët i quani se protestat studentore janë të motivuara politikisht. Zoti Sulejmani, ajo që duhet të bëni ju është vetëm të implementoni atë të cilën BDI u ka sjellur. Dhe u ka sjellur edhe një rifreskim të memorjes së re. Nëse nuk e dini, ndoshta ju ka ikur, një nga ata antarët e gjykatës kushtetuese që kontestojnë gjithçka shqiptare, është zgjedhur pikërisht që voton kundër për gjithçka shqiptare, është zgjedhur pikërisht me votat e VMRO-s dhe Vlenit. Të tjerët gjithë me votat. Njëri prej atyre, dhe ato të tjerët, të cilët. Jo, është një pyetje që kam interesante. Pse masi po deklaroni se nuk keni nevojë me paraqit zgjidhje ligjore për këtë zgjidhje ligji për gjumët, pse deputetja juaj Rina Ajdari ka paraqitur në kuvend propozim ligj për ndryshimin e ligjit për dhënien e provimit të jurisprudencës, në të cilën duhet thuhet se provimi duhet jepet në gjuhë. Kur, në cilën kohë ka paraqitur këtë kërkesë? Ka paraqitur pak më parë, edhe e dyta. Jo, kjo është fakt. Çështja e provimit të jurisprudencës dhe provimeve tjera përkatëse është e zgjidhur me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Pse deputeti ka paraqitur një dhe neni 23. Jo, po pse ka paraqitur ligj? Pse nuk është avancuar ai ligj? Pse nuk është miratuar ai ligj? Për arsye se është konstatuar në moment se një tentativë e tillë është gabim e interpretuar dhe nuk duhet bërë në atë mënyrë. Për arsye se ligji për përdorimin e gjuhëve është ligj i veçantë i cili prezumon të gjitha ligjet të tjera. Loga, ish ministri juaj ka paraqit propozim ligj. A është miratuar ligji? Jo, më kam paraqit. A është miratuar ligji? Domethënë edhe ato mendojnë se duhet ligji të ndryshohet. Mirë, pse është largu nga rendi? E ka tërheq vet. Kush e ka tërheq? Deputetja. Jo këtë të Krenarllogës, sepse zoti Lloga nuk është larguar. Ai ka qenë një Ai ka qenë një PR potezi ish ministrit që të përfitojnë një pikë politike dhe ai nuk është tashmë as në parti, ku do t'i dërgoj atë pikë? Po si nuk është. Zoti Sulejmani. Ku është? Mund ta shohim Zoti Sulejmani, neni 23 i ligjit për përdorimin e gjuhëve, që është erga omnes, e rregullon dhe e qartëson krejt çdo tentativë tjetër. Është e qëllimshme për të zhbërë atë që është ndërtuar. Ligji për përdorimin e gjuhëve thotë të gjitha ligjet tjera duhet harmonizohen me këtë ligj. Ju jeni vetëm duke kontribuar dhe dhënë kontributin tuaj në prishjen dhe zhbërjen e kësaj që është bërë. Po për fat të keq, ju nuk jeni të vetëdijshëm dhe nuk e kuptoni se jeni pikërisht në shërbim të atyre të cilët gjithçka që është shqiptare kanë kundërshtuar, ndërsa ju vetëm ju jepni një duartrokitje për gjithçka që ato e arrin dhe dalin njëjtë si ai zotriu që e përmendet parës me emrat e komunës së Tetovës, dalin dhe lëvdohen. Partneri juaj i koalicionit. Ndërsa ju nuk e ka bërë kur kemi udhëhequr ne. Po partneri juaj i koalicionit nuk e ka bërë përderisa ka udhëhequr Bashkimi Demokratik për Integrim.